Përshëndetje, kudo që jeni duke na ndjekur, ju miq dhe adhurues të emisionit të së shtunës me Elditën. Gjithmonë, së bashku me bashkëpunëtorët tonë, përpiqemi të zgjedhim tema të cilat janë në interes të komunitetit, sepse i tillë është edhe emisioni. Sot do të flasim për mënyrën e ndërgjegjësimit të personave kundër atyre njerëzve të cilët ende nuk e dinë se autizmi është një problem i cili duhet të trajtohet dhe duhet të pranohet nga secili prej nesh. Gjithmonë temat trajtohen nga profesionistët të fushës, sepse ata dinë më së miri se cilat janë obligimet, detyrat, përgjegjësitë edhe të palës, po njëkohësisht edhe të anës së tyre të punës të cilën e bëjnë në baza ditore. Ndonse prilli është muaji i ndërgjegjësimit kundër autizmit, atëherë ne kemi ftuar logopedën Natyra Maloku, me të cilën do të bashkëbisedojmë për shumë çështje që lidhen me këtë problematik. Natyra, mirë se erdhe dhe faleminderit. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Gjithmonë është kënaqësi kur diskutoj me njerëz të cilët në baza ditore kanë probleme të cilat duhet përqojnë mesazhe pozitive edhe tek njerëzit. Muaji prill rëndom konsiderohet si muaj kur duhet punohet në ndërgjegjësimin e autizmit, që do të thotë gjithë duhet bëhemi bashk për të folur sa më shumë për këtë problematik në mënyrë që komuniteti, njerëzit, shoqëria të ketë sa më shumë njohuri në këtë drejtim. Sa është i rëndësishëm ky ndërgjegjësim në vendin tonë? Së parin le të ceki që autizmi është një çrregullim apo spektri i autizmit është një çrregullim neurologjik dhe neurozhvillimor ku shfaqet tek individi qysh në moshë të hershme. Dhe simptomat bazike mund të vrehen qysh në moshën e hershme, qoftë nga mjeku familjar, qoftë nga prindërit, nana, baba apo familjar tjerë. Dhe është shumë rëndësi që sa më herët të zbulohet apo të identifikohet pjesa e simptomave të spektrit të autizmit, aq më mirë është që të zhvillojmë pjesën trajtuese. Pra, zbulimi i hershëm është shumë progresivitet në aspektin jetësor të individit. Sa bëhet përpjekje në vendin tonë që ju logopedët, por edhe të fushave tjera që lidhen me problemin e spektrit të autizmit që të bënë bashkë dhe të promovojnë sa më shumë njohuri të tyre për t'ju ndihmuar familjarëve, prindërve, por edhe vetë personave të prekur nga ky spektër? Atëherë, 3 vitet e fundit ekzistojnë disa ulëmtime të shumta që ne i kemi zhvilluar bashkë me profesionistë tjerë, siç janë psikologët klinik, mjekët familjar, logopedët tjerë të përgjithshëm, ku jemi mbledhur gjithë bashkë dhe kemi krijuar ulëmtime të ndryshme për shkak se ende nuk është identifikuar nga vjen pasoja apo nga kush është shkaku më i saktë i pjesës të çrregullimit të spektrit të autizmit. Dhe fatmirësisht kemi arritur në konkludim të disa simptomave ku mund të cekim se ndohen edhe në disa lloje, po ashtu i kemi edhe 2 mënyra. Pra është autizmi lindur dhe autizmi virtual. Autizmi lindur është një çrregullim neurozhvillimor ku individi ka problematik të ketë socializim, ka problematik të ballafaqohet me rutinën e përditshme, ka problematik të zhvillojë aktivitetet bashkë me bashkëmoshatarët e tjerë dhe simptomat mund të jenë nga hemisfera e zhvillimit kognitiv të trurit të individit apo nga zhvillimi i pjesës psikomotorike të individit. Pra, kemi arritur në konkludim në disa, nuk mund të themi që janë shumë, por janë disa simptoma që mund të zbulohet pak më herët dhe pak më lehtë. Këto 3 vitet e fundit është avancuar pjesa e shëndetësisë, jo vetëm në Ballkan, por në të gjithë botën, ku gjithë po mundohemi bashkë me asociacionin ASHA që të arrijmë në konkludim nga ku është shkaku më i saktë dhe më korrekt për pjesën që po zhvillohet pjesa e spektrit të autizmit. Cilat janë ato shenjat e para që jo të gjithë nënat, jo të gjithë prindërit mund të kenë qasje për të lexuar me problematika të tilla? Çfarë duhet vërejnë ata se diçka nuk po shkon mirë me fëmijën e tyre dhe cili është ai sinjali i parë që duhet t'i dërgojë prindërit në konsultim me ndonjë profesionist?
Atëherë, qysh në moshë të hershme, kur individi është foshnja, fillon ajo pjesa e zhvillimit fizik, zhvillimit kognitiv, pak më vonesë, nga bashkëmoshatarët e vetë, qoftë ato hapat e parë, gugatjet e para, reflekset, pjesa vizuale që është kontakti me sy, nuk ka reakcion, nuk reagon, ose është e kundërta, pra ose tepën shumë, apo është e kundërta që ka një agresion pak më tepër ndaj individëve të tjerë, nuk janë në gjendje të shfaqin pjesën e socializimit, gjendjen emocionale. Këto janë disa hapa apo simptoma pak më bazike, ku atëherë nëse i vrej nana apo babi mund të sugjerohen tek logopedi apo tek një psikolog i fëmijëve, psikolog social, psikolog klinik, ku krijohet një farloj raporti, dhe në bazë të raportit ku ne analizojmë moshën mendore me moshën fizike, dhe janë teknika të ndryshme që ne i përdorim në bazë të profesionit që kemi, ku arrim të identifikojmë moshën mendore të vonshme. Pra, qysh në moshë të hershme, qysh nga hapat e parë dhe gugatjet e para mund të realizojmë një simptom më bazike. Që të thotë prindi nëse është pak i vëmendshëm dhe ka pasur edhe fëmijë tjerë më parë dhe e shes shumë lehtë ka të identifikoj se diçka nuk po shkon mirë. Patjetër, nëse kemi më shumë vëmendje, atëherë mund të vrejmë edhe shkaqet apo pasojat, dhe mund të kërkojmë ndihmë. Pra, qoftë disa prind të ri që janë bërë për herë të parë prind, analizojnë pak më shumë dhe arrijnë në konkludim që ka nevojë për një logoped. Po duhet të cekim që nuk është vetëm autizmi, ka elemente të ndryshme të ngjashme me autizmin. Pra mund të jetë dhe një çrregullim tjetër, por që është në konkludim dhe një ngjashmëri me autizmin. Për shembull, kemi mutizmin selektiv, kemi pjesën zhvillimore të gjuhës së vonshme, kemi pjesën artikuluese, kemi pjesën ekspresive receptive ku e kemi me vonesë. Tjetra që mund të cekim është belbëzimi, është bilingualizimi, është pjesa virtuale që shkaktohet nga teknologjia, pra nga telefoni apo televizori. Gjithse cila ka ngjashmëri të refleksivitetit, ka ngjashmëri të gestikulacioneve, ku mund të bazohem pak a shumë që mund të jetë një çrregullim tjetër, pra nuk është autizmi, por mund të cekim që autizmi është një ndër çrregullimet që ka më së shumti progres negativ, mund të them, te aspekti i secilit individ qysh në moshë të hershme. Kur themi progres negativ, fatkeqësisht po fillon dhe po hapet probabiliteti edhe më shumë vitet e fundit, për shkak se kemi teknologjinë e pranishme, po ashtu kemi pjesën e ushqyerjes, keq ushqyerja, mund të themi, po ashtu kemi dhe pjesën e mos komunikimit të saktë, krijohen disa tantrume, krijohen disa stepje, krijohen disa trauma, ankthe tek secili individ. Gjatë që fatkeqësisht është dhe mund të themi që është alarmante, për shkak se duhet të kërkohet ndihmë, dhe aq më herë që kërkohet ndihma mund të cekim prapë që progresiviteti pozitiv në këtë rast mund të jetë dhe më i saktë. Po, do të ndaloja këtu natyra për faktin që po jetojmë një botë rrethuar me teknologji. Deshëm apo s'deshëm ta pranojmë, fëmijët në një moshë shumë të vogël, sikur janë të ekspozuar pranë telefonave të mençur, dhe ndoshta shumë shpesh mund të kemi dëgjuar, unë si naive në këtë fushë, por po them që është me telefon, e ka njoftë gjuhën angleze më mirë se shqipën, po ka problem me shqipën e kështu me radhë. A janë këto elemente që i bëjnë dëm ose e nisin fëmijën drejt këtij problemi? Patjetër që po. Patjetër që po, mund të cekim që individi qysh në moshë të hershme, pra nga 0 vjet, nuk ka të mësuar apo nuk ka të zhvilluar asnjë fushë të pjesës psikomotorike. Dhe ne çfarë bëjmë si individ? Atë fushë psikomotorike e zhvillojmë në mënyrë imagjinare, pra përmes telefonit. Nuk ka prekje, nuk ka ndihmë, nuk ka reaksione reale. Dhe kjo shkakton pjesën e zhvillimit të vonshëm të moshës mendore me atë të pjesës saktë të moshës që ka individi. Që do të thotë, është shumë e rëndësishme që nga 0 vjet deri në 6 vjet të mësohet sa më shumë, të ketë aktivitetet sa më shumë, të ballafaqohet me jetën reale sa më shumë, në vend të asaj imagjinare, pra që është pjesa e telefonit apo televizorit. Nuk zhvillohen reflekset nëse kemi pjesën telefonit apo televizorit, nuk zhvillohen pjesët e ndihimit, nuk kemi zhvillim kognitiv të pjesës neurozhvillimore të individit. Pra ka një problematik shumë të madhe dhe shkakton shumë ngecje të mëdha. Fatkeqësisht
tepër të mëdha. Si e shihni ose si arsyetoni ju faktin kur vinë këto problemet që i thoni bazuar në profesionin tuaj, kur fëmiu ushqehet duke dëgjuar, domethënë nëna e ushqen duke dëgjuar diçka në televizion, është duke e bërë një veprim ndoshta dhe menjëherë ja lëshon edhe celularin ose një material sipas saj që duket se po i pëlqen. E në të kundërtën po shkaktoj ka problem nëse nuk arrin me e pa këtë botën reale. Atëherë, pjesa e individit në momentin që ka reaksion apo reagim ndaj telefonit apo televizorit apo mund të themi pjesës teknologjike, krijon një farë agresioni ndaj individëve tjerë. Pra, jeton dhe vepron në mënyrë mekanike, pra nuk vepron në mënyrë zhvillimore, por vepron në mënyrë mekanike. Gjë që mund të themi krijohet nga pjesa kujtesës afatshkurte të individit, pra i kemi dyjat, është kujtesa afatshkurte dhe afatgjatë të hemisferave të trurit të individit. Dhe në momentin që çdo informacion kalon nga kujtesa afatshkurte, atëherë ajo shumë shpejt mund edhe të harrohet. Nuk është zhvillimi hap pas hapi në mënyrë neurozhvillimore apo psikomotorike të individit. Pra kemi një mënyrë mekanike, figurative mekanike. Dhe mund të themi që krijohet varfëri shumë e madhe, ku prej varfërisë vim edhe tek agresioni ndaj individëve tjerë. Kjo është ajo periudha dhe mënyra qysh reagojnë dhe si zhvillohet në mënyrë negative në këtë rast. Përvoja juaj personale me siguri ju ka takuar me prindër të moshave të ndryshme, por edhe të mendësive të ndryshme. Dikush mund ta pranoj menjëherë problemin që ka fëmia i tij, dikush mund të nguroj ta pranoje, dikush ndoshta se pranon fare. Si i menaxhoni këto situata? Atëherë, fatmirësisht, unë jam një individ që bashkëpunoj dhe me psikolog, dhe me neuropsikiatra, dhe me profesionistë tjerë shëndetësor. Në momentin që unë mendoj që mund të kërkohet ndihmë nga psikologi për prindërit apo për familjarët tjerë, për shkak se nuk është një lajm shumë i mirë, por njëkohësisht nëse zbulohet herët, është shumë i mirë për arsye se trajtimi mund të zhvillojë progresivitet pozitiv tek individi. Dhe aq më shpejt që e pranojnë prindërit, aq më mirë mund të jetë dhe për individin. Pra duhet të bëhemi gjithë bashkë që të kemi një pozitivitet maksimal ndaj individit në pjesën zhvillimore. Dhe në momentin që unë mendoj që duhet kërkohet ndihma psikologit, atëherë zhvillojmë një seancë psikologjike bashkë me psikologin dhe mundohemi në mënyrën më të qetë të mundshme, në mënyrën më specifike të mundshme që të tregojmë mënyrën e realitetit ku individi apo fëmia i nanës në këtë rast po ballafaqohet, që ta akseptoj dhe në momentin që akcepton dhe fillon dhe kemi bashkëpunim shumë më të saktë dhe shumë më të mirë. Kjo është. Po, nëse ata që në seancën e parë nuk e pranojnë prindërit, sikur nga njëherë janë thirrur i thret ajo ndërdia e tyre të shkojë edhe diku tjetër, ta marrë edhe një mendim tjetër profesional, kjo nuk mund t'i ndodhë fëmiu tim e kështu. E lini të qetësohet apo vazhdoni të jeni në kontakt me të, sepse besoj që fillimisht është e rëndësishme me pranu prindi e pastaj me fillu trajtimi me fëmiun. Atëherë, në momentin që kemi seancën dhe arrijim në raportet dhe në konkludimet e sakta që individi ka nevojë dhe është mbrapa me pjesën zhvillimore, ne i kemi të gjitha të dokumentuara, çdo lloj raporti, çdo lloj vlerësimi, secila që bëhet me përqindje dhe mundohemi në mënyrën më të saktë të mundshme që të realizojmë bashkëbisedimin dhe të ja shpjegojmë sakt ku e kemi problematikën. Për shkak se në momentin që zbulohet sakt ku është problematika dhe shfaqet tek individët tjerë që janë prindërit, atëherë besoj është pak më e lehtë për individin që ta akceptojë. Mundohemi maksimalisht që çdo vlerësim të realizojmë në mënyrë të saktë ndaj komunikimit me prindërit. Normal, patjetër që duhet të jemi shumë të kujdesshëm në mënyrën e komunikimit që ne e diskutojmë, duhet të gjehet një gjuhë e përbashkët në mënyrë sa më të qetë të mundshme. Por nëse ndodh që nuk e akseptojnë, atëherë janë të lirë që të vazhdojnë dhe me profesionistë tjerë, patjetër, dhe prap jam e hapur që nëse vendosin të rikthehen, patjetër.
Sepse nuk e bëjnë ndoshta nga mosbesimi, por nga ajo informatat cilën se kanë ndruar ose se kanë besuar se do t'i ndodhë. Shumë e vërtet është kjo pjesë. Unë jam e hapur për çdo lloj bashkëpunimi me prindërit, po ashtu dhe me individet apo fëmijët. Dhe besoj që gjëja më e mirë dhe progresiviteti më i mirë është kur kemi bashkëpunim me prindërit, me mësuesit, me profesionistë tjerë shëndetësor që të arrijmë një progresivitet pozitiv sa më shpejt dhe sa më të saktë. Pra, nuk e kemi problemat pjesën që ne t'ju ndihmojmë gjithve në çfarë do lloj kohe, në çfarë do lloj momenti. Faleminderit, kënaqësi. Më trego, si është një takim i parë i juaj me një fëmijë i cili dyshohet se është i spektrit autizmit ose ka probleme në këtë drejtim? Atëherë, çfarë bëni me atë fëmijë si në fillim? Zakonisht takimi i parë apo mund të themi konsulta e parë gjithmonë vëzhgohet. Analizohet, vëzhgohet. Ne e lëjmë të lirë në ambientet tona, në zyret tona dhe në pjesën sensorike. Mund të themi që kemi shumë lloje të ambienteve të ndryshme ku ne i përdorim që individi të ndjejë një farë lloj qetësie. Në momentin që arrim 20 minutat e parë, mund të themi në konkludim të një statistike apo analize, nuk reagojmë përsëri, e lëjmë prapë të lirë, në mënyrë që dhe ne saktë analizojmë ku e kemi deficitin apo çrregullimin e saktë. Mund të kemi tantrume, për shkak se ambienti është i ri, por fatmirësisht e kemi krijuar një ambient shumë komod, shumë një klimë mirë. Përshtatshëm për individin. Për shkak se sidomos kur janë në moshë të hershme ka nevojë për pjesën e ngjyrave, për pjesën e lodrave, gjatë që takimet e para ne mundohemi maksimumin që të gjitha ato t'i nxjerrim në pa dhe të ketë një komoditet sa më të saktë. Mund të themi që takimi i parë bëhet në formë të analizës. Pra, analiza në mënyrë të vëzhgimit, pjesa vizuale, ne e vëzhgojmë pjesën vizuale, e vëzhgojmë pjesën zhvillimore të lëvizshmërisë të motorikës fine, psikomotorikës, arrim të krijojmë disa reflekse në bazë të pyetjeve, nëse nuk kemi përgjigje, lojmë prapë të qetë, vazhdojmë me pjesën e realizimit të një bashkëbisede me prindërit në mënyrë që fëmia të ndjehet i qetë njëkohësisht vazhdon luan apo krijon një ushtrim, një aktivitet dhe ne njëkohësisht vazhdojmë me pjesën e bisedes. Pra, takimi i parë mund të themi që duhet të krijohet një komoditet shumë i madh dhe të analizohet, të vëzhgohet, mos të kemi presion ndaj fëmijës, mos të insistojmë të nxjerrim fjalë, mos të insistojmë të krijojmë një ushtrim të aktivitetit, gjatë që e kanë shumë me vështirësi të akseptohen. Pra, duhet të krijohet një farë lloj komoditeti maksimal, qysh në takimin e parë, po ashtu edhe në seanca tjera. Gjithmonë. Cilat janë sjelljet e këtyre fëmijëve në ambiente të ndryshme, përtej ambientit familjar? A ndryshojnë në sjellje? Patjetër që po. Këtu kisha pas dëshirë të ndalem pak më gjatë për arsye se kemi disa lloje të çrregullimit të spektrit autizmit. E kemi llojin Asperger ku ka problematik të bashkëpunoj me bashkëmoshatarët e vet, po ashtu ka problematik të krijojë një aktivitet. Pra, ka dëshirë rutinën, nuk ka dëshirë të krijojë aktivitete tjera apo të ndërpritet. Ka problematik të pjesa ekspresive, receptive. Pastaj e kemi edhe pjesën e sindromës Rett ku janë të prekura më shumë vajzat. Në këtë rast kemi problematik me pjesën e koordinimit, po ashtu pjesën e frymëmarrjes, gjatë që në atë aspekt duhet të punojmë me pjesën bukofaciale, që do të thotë janë muskulatura gjuhës, muskulatura faciale e fytyrës. Çka t'ju bëjmë më qartë atë publikut? Patjetër. Te pjesa e ushtrimeve e keni fjalën. Atëherë ekzistojnë disa teknika të ndryshme që ne i përdorim. Në bazë të atyre teknikave ne arrim në rezultat pozitiv. Disa prej tyre që mund t'i cekim janë terapia sjelljes, terapia kognitive, terapia teknikës PEX, terapia ABA, terapia e pjesës ushtrimeve bukofaciale, që ceka pak më parë. Ko pas kohë. Ko pas kohë, çdo gjë është planifikuar për secilin individ. Pra është një plan individual për secilin fëmijë. Për arsye se tek secili individ është ndryshe nga individi tjetër. Mund t'i kenë simptomat bazike të njëjta,
por pjesën e lëvizshmërisë, pjesën e reaksioneve i kanë ndryshe nga tjetri. Për atë arsye krijohet një plan individual për gjithë secilin me teknika të avancuara ku ne jemi të licencuar për atë aspekt. Dhe nëse kemi në këtë rast ka pjesa e tek vajzat ku preket pak më shumë sindroma red dhe kemi pjesën e koordinimit, po ashtu pjesën e problematikës frymëmarrjes, ekzistojnë mjete të ndryshme që ne i përdorim në bazë të plan programit individual ku krijojmë pjesën e ushtrimeve të frymëmarrjes, pjesën e fazës duruese, krijojmë pjesën e ushtrimeve faciale, linguale që janë gjitha muskuj që përfshihen. Pra, secili individ e ka ndryshen nga individi tjetër simptomen. Edhe nëse janë në moshë të njëjtë. Edhe nëse janë në moshë të njëjtë, patjetër. Për arsye se reaksionet, lëvizjet, gestikulacionet i kanë ndryshe. Secili individ prej tjetrit. Për atë arsye duhet patjetër që secili të ketë plan programin individual. Edhe nëse është rregullimi i njëjtë, pra bëhet plan programi individual për gjithë secilin. Mund të akseptoj një individ pak më shpejt pjesën e ushtrimeve apo trajtimit logopedik apo trajtimit psikomotorik nga individi tjetër. Që do të thotë po mund të ngecë edhe diku tjetër, ndryshe prej tjetrit. Patjetër. Këto janë ato pak më shumë. Nga ajo që unë kam lexuar natyrisht ju e dini edhe më mirë, kam kuptuar se është shumë e rëndësishme edhe bashkëpunimi me prind. Vazhdimi i seancave ose i detyrave në një farë forme edhe në ambientin familjar, jo vetëm gjatë kohës kur është në seancë logopedike ose kur është duke kryer një trajtim në ndonjërin prej fushave që trajtojnë spektrin e autizmit. Sa janë prindrit të kujdesshëm, të durueshëm, sa kanë kohë të respektojnë të gjitha ato detyra që ju u rekomandoni që të vazhdojnë me fëmijët e tyre kur janë në shtëpi. Atëherë, siç është plan programi individual për ne, si profesionist, ne krijojmë dhe plan programin individual për prindërit. Që do të edhe për ata. Patjetër. Që do të thotë ne krijojmë udhëzime dhe për prindërit. Agjenda javore mund të cekim që është 3 deri në 4 herë në javë për prindërit nga 30 minuta, gjë që nuk është shumë kohë e tepërt për ta. Edhe po besoj dhe fatmirësisht se ka çdo lloj prindi që e aksepton pjesën udhëzuese, patjetër që nuk mund t'i arrijnë pjesën e plan programit individual siç ne e bëjmë profesionistët shëndetësor, por ka raste që nuk mund të arrijmë në konkludimin e saktë. Dhe nëse nuk kemi konkludim të saktë, pra nuk kemi udhëzim të saktë, ne japim udhëzimin dhe nuk arrijm deri në atë pikën ku ne kemi dashur, që çdo lloj përsëritje apo çdo lloj ushtrimi apo çdo lloj trajtimi logopedik që ne kemi bërë gjatë seancës nuk kemi arritur dhe në shtëpi të ushtrohet, atëherë ekziston pjesa audiofonisë që na çet atë problemin ku e kemi dhe ngecjen ku e kemi përsëri, pra që nuk ka pasur përparim nga kjo fushë ditën e kaluar, mund të themi. Pra secili individ dhe secili trajtim që krijohet shkon hap pas hapi me fusha dhe me teknika të ndryshëm që ne i përdorim dhe jemi shumë të kujdesshëm në çdo aspekt, për shkak se mund të kemi dhe një ngjecje tjetër gjatë kohës së trajtimit që ne e bëjmë. Që do të thotë 3 muajt e parë të trajtimit logopedik, çdo gjë është zhvilluar në aspektin kohor ku ne e kemi përcaktuar, por pas 3 muajve ekziston dhe shfaqet një problematik tjetër. Dhe ne duhet të dimë ku është ai problem dhe nga ka ardhur kjo problematik tjetër, që do të thotë mund të kemi pranit e telefonit pak në kushte shtëpiake, kur jemi gjatë kohës së seancës dhe më pas vazhdojnë në shtëpi, kemi pranit e telefonit pak në disa raste dhe fatkeqësisht ne e vrejmë direkt dhe patjetër që krijojmë përsëri një konsultë të dytë ku ne duhet të diskutojmë dhe të bashkëbisedojmë me prindërit që të arrijmë përsëri në një zhvillim pak më të saktë. Pra, duhet të eliminohet komplet. Patjetër që ka raste shumë e vështirë. Një fëmijë i cili është duke u trajtuar në mënyrë absolute nuk guxon ta përdor teknologji. Asnjëherë. Pi momentit që fillon deri në momentin që përfundojmë. Patjetër që edhe gjatë fazës së rritjes së individit nuk është më mirë që mos jetë e pranishme, për shkak se krijon shumë problematika. Mund të kemi momentin kur e përfundojmë një individ me pjesën e trajtimeve logopedike dhe pas 3 muaj vjen në kontroll përsëri dhe aty vrem që është kthyer mbrapa.
që do të thotë ka pasur prandej teknologjike apo ka pasur mos zhvillim të pjesa aktiviteteve që ne kemi udhëzuar. Për shkak se edhe nëse ne e përfundojmë trajtimin logopedik, prapë vazhdohet me udhëzime për prindërit në shtëpi nga ne dhe kontrolla ko pas kohë në arsye për shkak që të kemi sa më shumë progresivitet dhe pozitivitet. Përkundër këtyre përpjekjeve, përvoja juaj çfarë thot në teren? Janë prindrit e klientëve tuaj të kujdesshëm, po kaq sa ju dëshironi që të jenë ata? Mund të themi që në fillim nuk janë atë shumë, për arsye se derisa të fillojnë dhe adaptohen me pjesën e problemit, me pjesën e deficiteve, çrregullimeve që ka fëmia i vet, dhe fillimi i akseptimi, që se kam dhe më herët, është pak problematik për prindërit. Kur fillojnë e kuptojnë se sa ka vlerë dhe se sa është e rëndësishme që të jenë korrekt në çdo lloj udhëzimi që ne japim, fillojnë dhe e akseptojnë dhe janë shumë të kujdesshëm. Pa gjithmonë ekziston që pjesa e fillimit mos të jetë shumë e kujdesshme. Për arsye se nuk e kanë atë pjesën e informacionit 100% dhe nuk e akseptojnë 100%. Më pas zhvillohet. E nëse mungon kujdesi i prindërve në këtë rast, jo pse ata nuk duan, po ndoshta edhe nuk i dëgjon fëmiu t'i bëj të gjitha ato instruksionet që ju ja jepni, progresi është më i ulët. Patjetër, progresi është shumë i ulët. Për shkak se me ne mund të jenë 45 minuta deri në 50 minuta. Pjesa tjetër e ditës ku janë 11 orë apo 8 orë janë me pjesën e individëve tjerë. Dhe patjetër që duhet të zhvillohen dhe udhëzime në kushte shtëpiake që ne i sugjerojmë. Nëse ato nuk shkojnë në pjesën e përparimit bashkë me nivelin e njëjtë të planit individual që bëjmë ne si profesionist, atëherë patjetër që zhvillimi shkon shumë ngadalë, apo mund të themi që kemi një përqindje shumë të vogël zhvillimore në ato shka ne dëshirojmë. Doja dilja pak edhe te koha që ata kalojnë për shembull në institucionet parashkollore, në qerë dhe në kopshte. Gjithmonë po marrim këtë kohën, moshën 0 deri në 5 vjeç, kur fillon pjesa lingvistikës edhe prindi e ka shumë më lehtë me kuptu nëse ka ndonjë problem shtesë fëmiu. Si janë ata fëmijë në raport me bashkëmoshatarët e tyre? Cilat janë sjelljet e tyre kur janë në mes në 20 fëmijëve, 30 fëmijëve? Atëherë, ka pasur raste që është nevojitur dhe ndërhyrja e jonë, për arsye se çdo lloj fillimi për ta është një farë sfide në vete, mund të themi. Për shkak se krijohet një farë lloj frike, një farë lloj pasigurie, po ku mua më ka bërë shumë përshtypje është që fëmijët e tjerë ja akseptojnë gjithë. Që do të thotë secili fëmijë mundohet në mënyrën maksimale të ndihmoj fëmijën që është me kjo që nga shumë e bukur, domethënë që është prezente. Është shumë prezente, sidomos tek pjesa e parashkollorit, ka shumë fëmijë që ndihmojnë, gjithë secili mundohen bashkarisht, qoftë një vit, qoftë një shkronjë, qoftë një aktivitet, e afrojnë, akseptojnë, i japin dashuri, dhe kjo është shumë mirë për pjesën socializuese të individëve me çrregullimin e spektrit të autizmit dhe nuk krijojnë agresivitet ndaj atij individi. Përkundër, ka shumë ndihmës. Gjatë që mu më ka bërë përshtypje shumë në çdo lloj institucioni parashkollor ku kam qenë unë e pranishme të krijoj një farë lloj plan programi apo të krijoj një bashkëbisedim me mësuesit e parashkollorit, kanë pasur një feedback shumë pozitiv me progresivitet maksimal prej fëmijëve. Dhe kjo i ndihmon individit shumë në çdo lloj fushe. Gja shumë e mirë është se kanë fillu dhe individet e tjerë të akseptojnë dhe të pranojnë që ekzistojnë dhe fëmijë me pjesën e çrregullimit të spektrit autizmit apo individ me çrregullimin e spektrit autizmit dhe duhet i pranojmë ashtu si janë dhe t'ju japim ndihmës maksimale. Mos harrojmë të cekim që secili individ që është i prekur me çrregullimin e spektrit të autizmit ka një talent në vete, gjithë secili. Çfarë nën kupton kjo? Cilat janë ato talentet e tyre? Kjo nën kupton që ekziston një lloj i autizmit që nivelin e inteligjencës e kanë më lartë se mesatarja. Nëse kanë më lartë se mesatarja, atëherë janë shumë të prirur në një fushë të përcaktuar. Qoftë ajo të pjesa kompjuterike, të pjesa e artit, të pjesa e muzikës, të pjesa e numrave, matematikës, të pjesa e gjuhëve,
unë kam personalisht individ që i trajtoj ko pas koha dhe një ndër ta është që i din disa gjuhë, pra nuk është vetëm një, po din shumë gjuhë. Tjetri është që din të bëj zgjidhjen e çdo lloji detyre të klaseve të nënta, me moshë është 8 vjet. Tash probabiliteti nuk përputhet. Pra, kanë inteligjencë shumë të madhe. Dhe nëse ne zbulojmë ku kemi atë progresivitetin e pjesës së talentit, mund të krijojmë dhe trajtime të ndryshme, teknika të ndryshme në bazë të atij talenti që dhe individi ta ketë më të lehtë të pranohet dhe në rrethin ku është apo ku gjendet. Po, pa dashur të bëjmë selektim gjinor, por nga studimet e kësaj fushë, çfarë thonë, më shumë janë të prekura vajzat apo djemt nga spektri i autizmit? 3 vitet e fundit po shfaqet tek djemt pak më shumë. Para 3 vjetëve ka qenë probabiliteti mesatar në të dy gjinit. Por siç e ceka dhe më herët, ekzistojnë disa lloje ku disa lloje i prekin fëmijët të moshës të gjinisë mashkullore pak më shumë. Disa lloje tjera prekin gjininë femrore pak më shumë, që është rreth që ceka dhe pak më herët. Pjesa Asperger është ka pjesa e gjinisë mashkullore, pra dallon prej llojet që ka individi. Por 3 vitet e fundit fatkeqësisht tek gjinia mashkullore është shfaqur më shumë. Domethënë fëmia lind me spektrin e autizmit apo zhvillohet gjatë ecjes? Kemi 2 lloja, pra e kemi të lindur dhe virtual. Kur nuk kupton kjo e lindur, a është gjenetike apo është diçka që s'ka shkuar mirë gjatë? Fatkeqësisht ende nuk kemi arritur në konkludim, jo vetëm unë, po dhe profesionist botëror, nuk kemi arritur në konkludim shkakun e saktë nga vjen pjesa e çrregullimit të autizmit. Por mund të themi që është çrregullim neurozhvillimor dhe neurologjik i individit. Nëse krijojmë një mrit kokës, mund të vrejmë tek disa individ ku kemi një entje apo një zhvillim pak më mbrapa. Pra, mënyra e zhvillimit apo qarkullimit të oksigjenit truror është më ngadalë se tek individ tjerë. Kjo është një ndër shkaqet që e shkakton. Pra, ka edhe shkaqe të tjera që e shkaktojnë, por nuk e kemi të identifikuar sakt. Po flas për pjesën e lindur. Për pjesën virtuale ne e kemi të identifikuar për shkak se ka shkaqe të ndryshme te pjesa virtuale. Mund të ketë një lloj traume, një lloj frike që ju është krijuar. Mund ta ketë prej pjesës teknologjike, që ka problematik të ballafaqohet në jetën reale apo ta akseptoj pjesën e jetës reale dhe fillon krijohen tantrume të ndryshme, por mund të themi që çdo lloj lëvizje është shumë e ngjashme me atë të lindur. Janë shumë të ngjashme. Pra pjesa virtuale me pjesën e lindur janë shumë të ngjashme njëra me tjetrën në bazë të lëvizjeve që individi krijon. Po. Gjithmonë prindi e ka problem duke kaluar vetë me moshën e vetë, sepse kujdesin përpiqet t'ja jap 100%, por duke ecur vitet e moshës së tij, sikur e ka atë frikën nëse do t'jetë gati ky fëmijë, pas mejet vazhdoj rrugtimin e tij, t'jetë i gatshëm për veten e kështu me radhë. Nëse trajtimi bëhet me kohë, identifikimi me kohë, a janë të zotët këta njerëz pa dashur të përjashtojnë këto talente të cilat mund t'ju dalin rrugës, që të jenë të gatshëm për veten e tyre, ndoshta pse jo edhe për të krijuar familje dhe për ta nisur një jetë tjetër. Atëherë duhet të cekim që pjesa e çrregullimit spektrit të autizmit i lindur duhet të trajtohet gjatë gjithë jetës. Pra, gjatë gjithë jetës ka nevojë për ndihmën tonë. Nëse e kemi të fituar, nuk ka nevojë të trajtohet gjatë gjithë jetës për shkak se mund të ketë zhvillime dhe mund të krijohet një zhvillim kognitiv mesatar i pjesës zhvillimit bashkëmoshatar të tjerë. Pra, fatkeqësisht pjesa e trajtimit logopedik, psikologjik tek autizmi i lindur do të vazhdohet gjatë gjithë jetës. Por nuk do të thotë që mund të kenë përshtatshmëri apo nuk do të thotë që nuk mund të kenë stabilitet të pjesa komunikuese apo të pjesa ekspresive, receptive, të pjesa zhvillimore me individ tjerë. Pra, lëvizjet apo simptomat mund të pakohen dhe mund të jenë shumë më të lehta, gjë që është edhe problematik pastaj që ju t'i vreni. Që do të thotë nëse vazhdojmë me trajtimin e duhur dhe nuk kemi ngecje
të asnjë lloj teknike që ne e përdorim, mund të kemi progresivitet maksimal. Dhe mund të vazhdoj shkollimin, mund të vazhdoj pjesën komunikimit, mund të ketë socializim. Faktori koqen ka shumë i rëndësishëm. Patjetër. Si shkon e curia ose zhvillimi i këtyre situatave. Natyra edhe diçka, si ndihesh ti vetë kur e sheh progresin për të mirë të një personi që po e trajton ndoshta që 1 vjet, 2 vjet, edhe e sheh që se cilën herë, në se cilin hap është duke shkuar mirë. Çfarë të bën, si të bën ty të ndihesh? Patjetër që më bën të ndihem shumë mirë dhe shumë të lumtur për shkak se ne lidhemi shumë emocionalisht. Mos harrojmë të cekim që seancat krijohen në mënyrë individuale, pra çdo lloj seance që krijohet apo që e bëjmë është në mënyrë individuale, që është individi dhe terapisti. Dhe në momentin që jemi duke zhvilluar trajtime 1 vjeçare apo 8 mujore apo 2 vjeçare, 3 vjeçare, krijohet një farë lloj gjendje emocionale e afërt me individin. Po ashtu dhe e kundërta, dhe individi ndaj terapistit. Dhe në momentin që arrijmë progresivitet maksimal, ne ndihemi shumë mirë, po njëkohësisht dhe ndihemi dhe të mërzitur se mund të na marrë malli dhe na mungojnë, patjetër që na mungojnë. Po fatmirësisht ekzistojnë kontrolla që ko pas kohë arrin dhe duhet të kenë kontrolla nga terapistët shëndetësor dhe na bjen përsëri të kemi afrimitet të gjendjes emocionale. Po gjithsesi mund të cekim që puna me fëmijë, po ashtu edhe me të rritur, për shkak se kemi dhe individa të rritur, por puna me fëmijë është punë shumë progresive, pozitive. Edhe raste me individ të rritur të cilët shumë vonë e kanë kuptuar problemin e tyre apo nuk janë trajtuar, e kanë ditur por nuk janë trajtuar. Fatkeqësisht i kemi 2 mënyra, o trajtimi jo i duhur, pra trajtimi i gabuar, o mos trajtimi. Janë 2 lloje të ndryshme që përdoren. Mund të cekim edhe që mungesa financiare, gjë që në shtetin tonë nuk kanë mbështetje financiare maksimale prej shtetit ndaj individit. Është një trajtim me kosto për shkak se ekzistojnë plan programe që ato duhet të kushtojnë dhe duhet të miren që individi të ketë progresivitet. Por ne si profesionist po mundohemi maksimumin të bëjmë ndihmës dhe të mos krijojmë një kosto në ekstrem, pra e kemi një kosto mesatare që mund të mbulojnë, e përballueshme për prindërit. Fatkeqësisht jemi në një vend që nuk kanë shumë kosto financiare nga shteti dhe jemi duke punuar në këtë drejtim me fondacione të ndryshme që ekziston një projekt shumë i madh që ne si profesionistë jemi mbledhur gjithë bashkë dhe jemi duke krijuar që të ketë ndihmës maksimale dhe të mos ketë problematik tek prindërit nga pjesa e kostos financiare. Sepse në shtetet e zhvilluara kisha vitin e kaluar një nën që kishte fëmijën me probleme të spektrit të autizmit, thoshte që shteti, shkolla, të gjitha i mbulon, vetëm që unë duhet të menaxhoj mirë ato fonde për secilin trajtim të djalit. Kështu që në raport me shtetin ton, prind tanë kanë shumë probleme shtesë në këtë drejtim. Prind kanë shumë probleme shtesë financiare dhe është një problem bazik për momentin. Jo pa qëllim dhe ne jemi duke analizuar dhe duke krijuar një projekt madhor me profesionistë tjerë që mos ta kenë më këtë problem financiar dhe mund të trajtojnë. Pra ekzistojnë familje që për shkak të pjesës financave nuk kanë arritur të trajtojnë, ose nuk kanë marrë hapin që të vinë dhe të pyesin. Patjetër që ne ndihmojmë, që secilit i ndihmojmë, po mundohemi të bëjmë maksimumin që të kemi kohë dhe po ashtu të kemi staf të mjaftueshëm që gjithë secilit të vazhdoj trajtimet e duhura që ju duhen nga ana jonë. Ajtë natyra përfunde dhe një mesazh drejtuar atyre prindërve të cilët kanë filluar t'i nuhasin ato simptomet e para që nuk po shkon diçka mirë me fëmijën e tyre. Mesazhi im kryesor është që analizoni fëmijët, shiqoni fëmijët dhe nëse duhet kërkohen ndihmë, mundoj që sa më herët të jetë e mundshme të kërkoni ndihmë nga profesionist. Për shkak se nëse kërkoni ndihmë edhe problemi mund të jetë shumë i vogël dhe progresiviteti pozitiv i individit mund të jetë shumë më i madh në aspektet pozitive po flas. Që do të thotë aq më herët që kërkohet ndihma aq më shpejt apo aq më mirë mund të jetë për individin apo për fëmijën tuaj.
Faleminderit shumë. Vërtet besoj të kemi ofruar informacione sa më të mira për prindërit e posaçërisht për nënat, sepse ato janë preokupusët më të mëdha të këtyre situatave nëse fëmiu i tyre është i prekur me spektrin e autizmit. Uroj që secili rasti juaj ose secilin klient që ju e trajtoni të ketë suksese, sepse duke ditur që ju jeni specialiste e neurolinguistikës, gjithsesi e rritat besimin edhe të prindit që të vijë edhe të komunikojë edhe të marrë secilin informacion për ju. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për ftesën, ju uroj shumë suksese më tutje dhe ishte një kënaqësi shumë e madhe të isha prezente tek emisioni juaj. Ndahemi këtu bashk, faleminderit që na ndoqët, miq të dashur, gjithmonë duke uruar që nga ky emision të merrni shumë këshilla që lidhen me të gjithë fëmijët dhe të gjithë personat të cilët janë të prekur me spektrin e autizmit. Uroj një vikend të mbar dhe më lejoni të përshëndes edhe pronaren e butikut i cili kujdeset gjithmonë për veshjen time, butikun Morina. Mirëmbëjtje, vikend të mbar.